Urdhro. Sa e ke numrin e këmbës? 44, pse? Do të ble të atlete verore, prandaj. O ma, kam 100 palë atlete në shtëpi. Pse do mi blesh këto? Po ti kesh edhe këto se janë të lira dhe të mira. Mos jetë të përdorurat, moj. Nuk janë të përdorurat, jo. Motër 500 lek, 1000 lek këto apo ti i ki fare? Po të dëgjova 500 lek atlete dhe në thua që nuk jetë të përdorurat. Të rëndë pika ty, turit në pordët, të jetën të përdorura ke veshur tani, na bëndën ngla. Moj, nuk po them këtë, po them thjesht që kam mjaftuar shumë atlete, nuk më duen më. Po janë të mira, ore, këto janë firmato, shkruajnë, Noke shkruajnë këtu. Noke, o mam, Noke nuk është firmë, janë falso. Falso? Pritje sekund. Ti me shoqe 200 lek, po duas se që kanë falso këto, Ma! Qa do? Okej, Meri, bëj qa duash, Meri. Jo, ore, nuk pëllam më ndjetë marë mua 500 lek atlete falso. Ke bolla aty në dolap. Ika, flasim kur të kthehen. Kam më lavatrice për pak një centrifuga. Shpejt kape. Edhe sa herë duhet ta bëjmë këtë punë? Jo, si që duket i ka hikur ajo copa e kartonit që i kisha dhënë poshtë njërës këmbë, edhe na tundet më shumë tani. Po qa cop kartoni, moj, qa po thua, ajo sa herë vë lavatricen që t'laj, e nis të lame në banjë edhe i gjem lavatricen në koridor. Po s'kemi që të bëjmë tani me të keqen, mami? Si, jo nuk kemi që bëjmë. Do blem një tjetër të Aza Electronics, ja qa do bëjmë. Je i sigurt? Sigurisht jam i sigurt. Kanë gjitha markat më të njohura dhe më të mira. Pastaj shumë prej produkteve kanë deri në 5 vjet garanci. Po jo, të thash, je i sigurt që duhet të blem të re, se fundja marrin teknikun se e mirë është edhe kjo korba. Edhe për 2 ditë pastaj të nis të bëj zhurmë prapë dhe të tundet shtëpia. E po nuk kemi lekore? Po qa keti një, qa të shqetëson ty? E pare punës ata kanë çmime shumë të mira dhe e dyta punës do ta blej unë. Te për dhurat, mami, ti lavatrice të re? Dhurat? Mam, lavatricia nuk quhet dhurat. Është për mua të keqen, mami. Okej, ma, dëgjoj, përveç lavatrices si na duhet si shtëpi, si elektroshtëpiake, do të blej dhe një dhurat tamam. Një grishse? Po, të marrim edhe një blender se i pas kanë me 50% ullje. Grishse, mo jo blender, qa është kjo? Është e njëjta gjë. Po, një sekond. Po i porosis njërë këto të dyja unë edhe... Më ty që të blendë një dhurat, moj, dhurat, ku di unë, nëj rob, apo nëj varse të bukur, apo... Po, neve parat lumë, neve, prish. Por jo, aty mbaj jo në lekët mos i prish. Po mirë, të blendë lule. Eki. Një buqet të bukur. Jo, buqet! Mirë, një vazo me lule, a vash që co? E mirë. Ika se do një spunë. Qa punë, moj? E po do për një centrë që da vëmsi për lavatrice së re? Ç'ke që qesh, moj? Të ka bërë sot një drek? Të tjale? O, bo. Sa, mama? Po sa herë nis kështu me lavë dhe gjithmonë përfundon të jetë një gjellë që ma shpif mua. Jo, po kësaj radhe e ka bërë mami të shkëlqyre. Çfarë është? Po e kam bërë me ersa, i kam bërë me mish. Moj, po çfarë është? I kam edhe rosmarin, e kam marinuar me kopër. Moj, gjella, qa është gjella? Si moj? Bamje! Po, pra më në fund? Do i hash do me thënë? Jo, ma shpifim bamje. E po provoj një herë, ti pa provuar flet. Mami, kam provuar bamjet e tua dhe nuk më pëlqejnë. Do me thënë nuk të pëlqejnë vetëm bamjet e mia. Te bamjet e mia dhe që ka problemi. Po jo, moj, nuk më pëlqejnë të gjitha bamjet, përfshirë të tuat. Mos më lëp kokën. Pastaj pse më pyet tjerë? Pse më pyet kur ty ta sjellin ushqimin? E po nuk ka fit fut të dielën. Pra bamje nuk do ha, Bëj që të duash. Qa ka? Më ka thënë një bashkë sa letë Floreta sot me të keqen mami. Po sa kemi qishur. Pra. Por a përve po the me derdhë në kafe. Po, pra. Ishte një Gjerman, një Anglez dhe një Shqiptar. Edhe nuk e mbaj mend tani me thënë të drejtën si vazhdon, po të keqen mami ishte kaq e fortë, ishte shumë e bukur. Ua. Ç'ke? Po ti më bëre kurioz mua tani edhe ble kështu? Po varja. Po nuk di hiç të bësh humor.
Se di ti. Unë omër po ha buk, moj. E pa jam në një Barsalet, aq të bukur si kjo që ma tha Floreta, nuk e ke thënë ndonjë ti zotote. Po, Barsalet që nuk e ban mënd. O nuk ka nevoj të mbaj mend. Di vetëm që kur e tha Floreta, u shkrim s'qeshur. Po ti tash po qesh me Barsaletën apo po qesh me të qeshurin që bët me Floretën mbas Barsaletës? Ure do më ndesh tani të qesh njerë për qefin tim, me shpirt. U si që po qesh njerë, se kisha arruar qeshja. Për me qesh, nuk po them gjë? Ma prishte tani. Të lumë, ti edhe humorist. Qa keme të kishe mami? I të lexova një Barsalet. Pa ma thua edhe mua? Drejtori i shkollës shikon një vajzë dhe një djalë duke qartë. Ç'ke e pyet? Hodha lulet nga dritarja, tha djali. Po mos u mërziti, thot drejtori, se një lule është. Po ti, i tha vajzës, unë jam lulja. Qa ka për qeshur këtu? Po ti ishte motra jote ajo? Mam, është thjesht Barsalet. Dhuna në shkollë të duket për të qeshur? Jo, mam. Po s'është lajm, është histori e trilluar. Pse kështu të kam rritur unë në ditësi? Mu thaft goja se e dija që po ta lexoja do ma kthej në leksion. Unë e kam falë. Do ta kthej domosdo. Jemi familje me edukat neve. Qa po lecëm? Jo. Plaq! Më the plaçe dhe po qesh. Ato që them përpara apo? E po ishte e fort. Ja, ka postuar me jazë shkret fotografi në shtëpi vetëm korba. Po domosdo, e martoj Sheron, një ditë në një Sheroja, mori nusen, iku, e la vetë në shtëpi me jazën. Po qa të bënte? Si që të bënde? Të rinte aty me nënën e ti. Të rinte aty me nusen, me bejazën, në një shtëpi një dhëmë i kuzhinë. Po domosdo pse qa, i prishte pun bejazja. Nuk zëdhët bejazja e vogël është. Po nuk është aty problemi, moj mam. Problemi është që një çift i ri do privatësinë e vet. Po si. Sheroja quni bejazes në dashka privatësi. Ore, se si ma theti këtë mua? Si ta thash? Ja kështu si me spont, ma the. Edhe ti do na bësh naftën sa të martohesh? Po jo, mo jo. Po, pra të keqen mami. Unë dua të lëviz që para se të martohem. Që? Po normal, Robi duhet të shoh njëherë si është të jetosh me një person tjetër, të bashkëjetosh në fillim, pastaj Bravo! Të na marrësh fytyrën si fis. Pastaj ku do vesh të jetosh vetëm ti njerë? Ti nuk pastron do domën tënde, do mbash një shtëpi. do marrim pastruse. Po do mos to që do të ergjosh lekët me pastruse. Se kush e di rrezik do marrësh në një shush këti që s'di të mbaj as kshesën. Po dëgjoj mamën këtu. Ti merre shtruar, martohuni të keqen mamin, rini ca këtu, pastaj normale kur të bëni fëmijë merrni shtëpinë tuaj, ti jeni rehat vetëm. Nëse Si nëse? Nëse vendosim të bëjmë kalamaj. Shpejt më sill aparatin e tensionit se po më rrotullohet, po them. Mam, tash ti, më dëgjoj me vëmendje sepse më duhet një mendim nga ty. Dua që të bëj një program, Çfarë? një emision. Mirë, ma thuaj të keqen mami. Tash ti ka dy opsione. Nëse do të ishte program në YouTube, duhen sponsora, edhe normali që nuk është aq serioz sa një program në televizion. Por problemi është që nëse ti bën një program në televizion dhe sponsorat gjehen, ti paguhesh për gjysmë, sepse gjysma ti merr televizioni. Duke qenë se Hëngre buk ti? O ma, unë po përpiqem të të shpjegoj këtu, ti po më thua mua hëngre buk. E po mirë, mos pyes mami. Mo isha duke folur, prit të mbaroj njërë. Ndihe, vazhdo. Ashtu, ku e lash? Tani, e pare punës mua me leverdisi ti jetë online, që do mos do ti menaxhoj unë, do me thënë të gjitha burimet e sponsorave. Por, online ka një problem, sepse është më vështirë që të ngresh audiencë se sa në televizion. Moj seriozisht e ke? E po tashi nuk do ta lëpis tavolinën? Po ta mbaroj më njërë këtë se më ngre shpirtin, ta mbaroj këti që po të theme dhe pastaj fshi gjithë shpinë po duash. E mirë, Ashtu, edhe... E mbarove? E di çka? Lëre fare. Ua? Po qënë këto sjellë kështu, moj mam? Pse nuk flet me mamin? Unë ulem këtu që të dëgjoj kurse ti gjithmonë asgjë nuk më thua. Moj mam, ku ta gjej një fotografi të vllajt tënd që t'ja çoj te Zemondës? Të madhit apo të voglit? Të voglit.
Meri një nga Insta. O s'ka, aja e mbylli. Po, sigurisht. Ç'kema? E po si moj e ka mbyllur se ma hoqe trurin tani, ai 20.000 followers sa aty, ri 24 orë në Instagram dhe ju tek tani ta mbyllte. Seriozisht e ke ti? Ai poston 24 orë. Ore ka mbyllur se nuk më del më këtu. Të ka bërë blog. Çfarë? Të ka bllokuar në Instagram që të mos i shohësh ato që poston. E si sa? Ore se mos na është ngatruar me ndonjërin edhe poston turpe. Po me sa duket poston gjëra që s'do t'i shohësh ti. Jo, dhe ti nuk i bën sami ato gjëra? Më tha, mame ka mbyllur ta edhe unë i besoj. Unë se më të shmëmbe dhe ti tani urdhrota të regoj unë këtu. Djali joti dashur, ja. Sa... E pas ka mbyllur vërtet. A pika të rëndë. A ti do na futesh në sherë të tërve neve o ditësi. Ti që më bën mua të dyshoj për të voglin tim. E po nuk e dia moj që e kishte mbyllur, mendoj se e kishte hapur. Po mos mbrot shkollit atëre kur nuk ti që. Bëllë gojën. Pikësis. Alo, Po ti ke fshi Instagramin? jo, pse? Po pse s'më del? Ka bë blok edhe ty edhe mamin. Ma! Qyqa! Si sa! Ç'kema? Goca e dalë ndyshes që nga me parë. Se na trëmbe moj edhe? Po kjo nuk është e martuar, mora ditësi. Është e martu. Po, martes pe gjolli. Si moj martes pe gjoja, ka 4 vite martuar tjetra. Nuk e dim në atë punë. 4 vjetë, thot. E dim shumë mirë madje. E mban mend na tha dalë ndyshja kur erdhi këtu që kishim për celebrim në bashki, me firmë, me vull. Ora lëri këto celebrime, mos mi thuaj mua këto fustanin e bardhë, nusja e veshi. Jo. Dhe ndrim, e dogji shamin e beqarit. Jo. Napoleonin e kërcyen. Jo. Hallat u ngritën në valle. Jo. E po nuk quhet. Po si moj nuk quhet? Nuk kam bërë dasmë, po të martuar janë, në sytë e shtetit quhet. Po jo në sy të fisit. Mam, shiko, gjërat tani kam ndryshuar. Edhe unë nuk do doja që të bëja një dasëm tradicionale. Ore ti gjej një nuse njërë, pa dasëm mos bëj hiq po duash. Goca e dalë ndyshesh është me barë. Kjo është për prapasken. Të vdes unë, si ti qesh fytyra sot, më duket se të kam bajtur babi me të mira sot. E po 40 vjetë martes të kishen mami, është për vjetori madhë kë. Po më thuaj, qa bët? Shkuam në restorant, hëngrëm, edhe kaq, qa do bëni? Po më duket se më ka rënë pak si rënda e nishi restorantit. Edhe i thash qyteti, hajde marim në një gjë nga shtëpia se s'ju kam besun këtyre, po jo, tha. Jo, sot e tha do gatuajnë vetëm të tjerë, do paguaj unë se kam lënë lek më janë vetëm për vjetorin tonë. Shi, nuk e dija ka që romantik babin. Po ti mos e shiko tani babin. Sa atere ishte... Nuk do të harroj kur të keqen mami ditën e parë kur jemi takuar, sepse ishte një ditë shumë e rëndësishme për mua. Se qa dita ishte? Dita e dasmës time. Prit, ti e ke njohur babin ditën e dasmës? Jo, se flisnim dhe më përpara. Se thash... Një mirë mëngjes, një mirë mbrëmë, ja thoshim njëri tjetrit. Mam! A mo qke? Nuk e dija këtë, më falë, u martove pa njojtur fare? Po njëp një familje. Po mirë po, të paktën, ata kërkoja i që të martohesh. Ai. I tha nënës. Edhe më tha nëna mua, të do filani për nuse, do të martohesh? Po mirë, i thashu. Është historia më skandaloze që kam dëgjuar. Pse më skandaloze? Po s'është fare romantike, kot, as një takim të parë bashk, as një ku diun shëtitje para martese, as pushime bashk, as flisni tash ditën e martesës. Qi do? Po si që do, kështu duhet të jetë një lidhje e shëndetshme, mendojëm. Të shëndetshme si këto tuajat. Puqi gjithkos, pushime këtej, pushime andej, harxho lek, foto në Facebook pa fund, edhe ndalë në fund pastaj. Pse si pastaj e si është një lidhje e shëndetshme? Kur ke 40 vjetë martuar të ke qenë mamë. Kur ke 4 kalamajt mrekullueshëm. Kur me zipret ato netët e ftota që të shkosh
të futesh atje në krevat edhe të ndjesh ngrohtësinë e një personit edhe pse është me gastrit. Kur shkojmë në dasëm edhe na sillin atë biftekun edhe babi jot thot që gruaja ime e gatuan më mirë biftekun. Kur ke 100 probleme me të keqen mami, strese, fatura për të paguar, thjesht ideja që ke një person të tillë pranë, të bën të besosh që do ikin ditë më të mira do vinë, siç kanë ardhur gjithmonë. Si hallet e tjera që kanë ardhur dhe kanë ikur, po, një që kanë mbetur. Dhe prapje kemi dalë se japim forcë njëri tjetrit zemra mamit. Kur vitet ikin, kur rrudhat shtohen, kur rënja e flokëve bëhet akoma më e bardhë, baba jot më shikon sikur jam vajzë 20 vjeçe zemra mamit. Gjenuse! Ma, po ike të bëj një dush. Mirë të keqen mami lau! Nuk të dëgjoj! Mbaro dushin edhe hajt më fol, more, se nuk të dëgjoj, që thua? Po mbyllë më qezmën, po të dhepë se t'je kuj, mbyllë qezmën. Hëmo, qa do? Shqyqyr, më në fund. Shqyqyr? Qa thua? Ma, po që po të më mbyllë atë qezmën, se s'po marrë në tushi. Po prava! Ua, po përmëlloj pare të do që. Po mbije prap halla në telefon. Po pse po të bje? Do vi çuni saj në Tiranë nesër edhe doj që ta vërtis sa unë, vërdall. Po shumë mirë të keqen mami. Si shumë mirë. Val, pse nuk e thot Samit që janë moshatarë që të dyshe të dalë ta vërtis, po më thot mua, s'lidhje kam unë? E po pse me të keqen mami si që duket me ty ka qef të dalë, se të ka parë në televizor edhe do të dalë. Po qa mua betesh mund të bëj unë me një 17 vjeçar, ku ta çoj njërë? E po është detyrim familjare dhe duhet ta bësh. Ma, disa herë, ca gjëra që nuk do t'i bësh, nuk i bën. Sepse disa herë thjesht duhet thuash jo, mos marrësh përsipër çdo gjë të mundshme. E po jo neve, sepse neve jemi një familje me edukat, edhe nuk e ulim veten në kësaj mënyrash. Po në momentin që dikush po të bezdis, ç'a duhet bësh sipas teje? Ta hapësh rrugë. Po domosdo, më mirë ta hapësh rrugë se sa të sillesh keq, të nxjerrësh një anë negative të vetes. Edhe atëherë kur e meritojnë. Nuk e meriton njëri të trajtohet keq të keqen mami. Ti del keq. Prapë kënë me stënatës të rrën. Po në hangrën shpirtin, njërë turku me shëkëdëm të njërë një greku me buzuqi. Po fkur balë mu dhe të fejla dhe. Threu në Greqi! Gjone më jo! Ore ndaksi! Bëllë ore! Po kjo qa ishte? Këtu ndryshon puna. Oj! E me t'kishin mami mbarove punë. Mbarova. E mirë. Po mos haro nesër në mëngjes të pret nëna e Vlabia që t'i vësh një çik perdet. Mirë. Kur? Si dhe moj? Po pse? Nëna e Vlabia të pret që të vesh E dëgjova moj çfarë the, po më duket se kemi bërë këtë muhabet një herë. O, tash mos po bëj dëm la mua? Të pyet aksarave po the. Kur të thash po, moj, të si mos vinje, ma. Dale se ka me fakte këtu, pa më thuaj ti mua gënjeshtare. Dale, ku është ajo që ma xhiroi Sami këtu? Ashtu, urdhë me fakte. Mamë, të bëj supa po gjell? E dëgjon ti, nëna e Vlabia duhet të vërca perdet se i ka lar. Të ja vërca perdet ti nesër. E mirë, mbyllë se e tha, mbyllë. Në rregull jemi? Më pyete kur isha... Edhe... Jo, ti sinqerisht më trëm. Nuk e di. Mafje! Jo po ta dish! Mam, e dëgjove? Erdhi ambulanca se Feruzja e ka ti të tretë shumë smur. Pse? Qa ka? Dëgjoj tash.
Dafina më tha që kishte kaluar para infarkt, kurse Thilja më tha që ka sëmundje të keqe. Aha.